Rregullat dhe dispozitat e Kurbanit. Kurban Bajrami është festë e çdo besimtari. Andaj, festat kryesore që ka besimtari janë ajo e Fitr Bajramit dhe Kurban Bajramit, ku gjendet pra edhe kurbani që duhet bërë për hir të Allahut të Madhërisht. Andaj është simbolika kryesore e kësaj feste. Atëherë të shohim disa rregulla dhe dispozita rreth. Definicioni i kurbanit është thirrja një kafshë të caktuar në kohë të caktuar dhe me njet të caktuar. Thirrja e kurbanit u obligua në vitin e dytë pas Hijrit. Allahu në Kur'an thotë: "Salli li rabbika wanhar." Andaj ti falu dhe prej kurban për Zotin tënd. Surja Kauthar ajeti 2. Kurbani është obligim vajib çdo besimtar musliman moshritur mentalisht i shëndosh që ka pasuri të caktuar. Nëse dikush ka mundësi dhe nuk therr kurban, ai mëkaton. Andaj të presh kurban është problem shumë i madh. Prerjen e kurbanit obligohet çdo person që ka mundësi materiale me blerjen e kurbanit, të mos i rrezikohet buxheti i tij nevojshëm familjar. Koha e thirrjes së kurbanit është pas faljes së namazit të Bajramit deri në fund të ditës së tretë të Bajramit. Lejohet prerja edhe në netët e Bajramit, por nuk është e lavdëruar. Prandaj dita e parë, e dytë dhe tretë pra është pranueshme që të bëhet thirrja e kurbanit. Qëllimi i thirrjes së kurbanit. Qëllimi i thirrjes së kurbanit është falënderimi i Zotit për të mirat dhe begatitë e tij, kujdesi të pasurve për të varfërt në ato ditë, për të shtuar dashurinë me anë të dhuratës së mishit, familjes, fëmijëve dhe të afërmëve. Është obligim dhe simbol që njeriu të afrohet te Zoti dhe të shpresojë në mirësi dhe falje të mëkatit. Këto vëret sinqeriteti i besimtarit ndaj urdhave të Zotit, sepse thirrja bëhet vetëm për Zotin. Pa besimtarët para Islamit tërnin për idhujt e tyre, se muslimani therte për Zotin dhe ai ka dobi dhe shpërblim. Kurbani daton që nga njeriu i parë Ademi alayhis salam, kur bitë e tij pasi u zun për një çështje të caktuar paraqiten kurbanet e tyre para Zotit. Pastaj idhujtarët gjatë gjithë historisë së njerëzimit kurbanin e kishin simbol të sakrificave të tyre. Historia më e njohur për muslimanët është ajo e pejgamberit Ibrahim alayhis salam me djalin e tij të shtrenjtë Ismailin alayhis salam. Islami kurbanin e bazon shumë pra në këtë ngjarje. Islami kurbanin e legjitimoi dhe përcaktoi rregulla për të që të mos keq përdoret as kafsha e as mishi. Kafshat që vlejnë për kurban janë deveja 5 vjeç, lopa 2 vjeç, delja 10, 1 vjet, delja shnosh, vlen nëse ka mbi 6 muaj. Këtu bën pjesë edhe bullica. Për kafshat e mëdha, devet dhe lopët lejohet që të marrin pjesë deri në 7 vjet, të gjithë me njet kurbani. Kurse për të voglat vetëm një person. Por kryefamiljari mund të bëjë njet për gjithë familjen e tij. Muhamedi alayhis salam ka thënë: "Në thirrjet e kurbanit, o Zot, pranoje prej Muhamedit dhe familjes së tij dhe prej gjithë besimtarëve." Nëse dikush e bën një kurban, atëherë ka shpërblime të mëdha. Ndarja e mishit te kafsha e madhe duhet bëhet me peshoj. Kafshat me tmeta para blerjes nuk lejohet që të therren për kurban. Nëse shfaqet pas blerjes atëherë lejohet. Këto tmeta janë kafsha e verbër me njërin sy ose dy, këmbën e thyer ose të dëmtuar, që nuk ecë. Pa vesh ose nuk e ka shumicën e veshit. Pa bisht ose nuk e ka shumicën e bishtit. Pa bri ose nuk e ka shumicën e bririt. Pa dhëmbë e çmendur e smur që nuk ka e tjerë. Nëse kafsha e blerë është me barr mund të therret nëse fryti i saj është i gjallë atëherë të jep sadaka. Mirpo udhëtari ai që nuk ka pasuri nuk obligohet me kurban dhe nuk lejohet që i varfrit të huazoj për thirrjen e kurbanit. Mishi i kurbanit mund të hahet i tërë me familje. Mund të dhurohet i tërë dhe ka mundësi dhe është e preferuar që 1/3 të hahet me familje. 1/3 të dhurohet të afërmëve, 1/3 atyre që nuk kanë prerë. Por më e mira është të dhurohet e gjitha vetëm për Allah. Është mirë që një liu i kurbanit vetë ta therr kurbanin. Nëse s'ka mundësi, mundet dikush tjetër ose ta paguaj me njet kurbanin. Kurbani ka mundësi të therret dhe duke autorizuar dikë tjetër ose të bësh pagesën e kurbanit dhe të therret nëpër shoqata, institucione përkatëse që organizojnë therrjen e kurbaneve dhe shpërndajnë mishin nëpër të varfër dhe atyre ku ka nevojë. Nëse e therr nëpërmjet kasapit, duhet ta paguaj dhe jo nga mishi i kurbanit. Kur të therret kurbani duhet të bëhet njet para se të therret dhe të bëhet dhe dihet se në emër të kujt po i therret. Pra ata që duan të bëjnë njetin vetëm për Allah. Disa rregulla të thirrjes kurbanit. Thirrja e kurbanit ka disa rregulla. Përgatisësh vendin, të ushqehet kurbani para thirrjes, të jetë njeti i thirrjes i mpret, të thuhet bismillah Allahu akbar, me emrin e Zotit, Zoti është më i madh kur e pret, pra të drejtohet ka kibla, të shqiptohen tekbiret e Kurban Bajramit, të jetë qëllimi i besimtarit me këtë kurban në shtrimin e tij vetëm urdhët të Allahut, Zotit Mallnishëm dhe jo me ndjemallësia ose ndonjë qëllim tjetër. Është mirë që të hajë nga mishi i kurbanit të tij dhe ta dhurojë të tjerëve, bile dhe fëmijëve jo musliman. Lejo. Është mirë që gjaku dhe mbeturinat të futen në dhe nëse ka mundësi. Të falen 2 rekat nafile në shenjë falënderimi Zotit pas thirrjes së kurbanit. Kafsha që thirret për kurban lejohet të shfrytëzohet si për shembull bjelja, bartja e tjerë për pa u dëmtuar. Nëse kurbani humb ose vdes para se të therret, nëse ka pasuri e blen tjetrin, e nëse jo nuk obligohet. Prandaj
duhet të falenderojmë Allahun për çdo të mirë që na ka dhënë. Fa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dhe nimetet e Zotit janë të shumta. Pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë se për çdo fije ose kime që është në trupin e qurbanit, ju keni shpërblime nga Allahu i Madhërisht kur ju e bëni jetë për Allahun. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Thuaj namazi im, qurbani im, jeta ime dhe vdekja ime janë për Allahun e Madhërisht. Shpërndajeni këtë video dokumentar, kontriboni me qurbanet tuaja në shoqata Kutia e Shpresës, në adresat e mëposhtme, ku ne i shpërndajmë për jetimet, të varfrit, skamnorët, të smurët, në përfshatrat e thella malore shqiptare. Ndihmë të shqiptarëve kudo që janë, të ndihmojmë edhe blektorëve tanë shqiptarë që shkollojnë fëmijët e tyre nxënës dhe i përgatisin ata për kuadro të ardhshme në zanate. Po ashtu ne ndihmojmë dhe blektorinë në vendin tonë, ashtu dhe ndihmojmë të smurët të varfrit që të gëzojnë festën e Kurban Bayramit. Andaj kontriboni, Zoti ju shpërbleft. Selam aleikum.